Një 42 vjeçar përfundoi në prangat e policisë pasi kishte bllokuar rrugën duke penguar qarkullimin e automjeteve në fshatin Hajmel dhe kundërshtoi punojësit e policisë gjatë detyrës për kontroll fizik. Ndërsa po organizoi Betlehemi i gjallë në fshatin Hajmel, punojësit e policisë së forcave të posaçme Shqiponia kanë shkuar menjëherë në vendngjarje pasi u sinjalizuan se ishte penguar qarkullimi i automjeteve dhe janë përballur me kundërshtimin verbal të shtelasit Anton Pylla. Gjatë kontrollit fizik këtij shtelasi u gjet një sasi lënde narkotike, ndërsa gjatë kontrollit në banesë u gjetën dhe sekuestruan municione luftarake. Në përfundim të veprimeve procedurale, oficeri i policisë gjyqësore i prokurorisë bëri arrestimin e 42 vjeçarit Anton Pylla, banues në Dej, për veprën penale të kundërshtimit punojësve të policisë së rendit publik, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve, municionit dhe lëndëve shpërthyese, si dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës tashmë për veprime të mëtejshme ndaj 42 vjeçarit.